Euro është duke prekur minimumin e kursit të këmbimit. Në vitet e fundit 40% ka rënë vlera e euros. Vlera e euros sigurisht që mund të jetë një koncept që për shumë qytetarë ndoshta nuk e lidhin me përditshmërinë e tyre, po ajo që po ndodh është kriminale. Vlera e euros po ndikon në çmime, po ndikon në eksporte, po ndikon në punësim, po ndikon tek bizneset shqiptare dhe çdo retorik që qeveria shqiptare mund të bëj për të nxitur eksportet e për të stimuluar sektor është e kotë. Prej zhvlerësimit e euros sot dy sektor kryesor, ai prodhimi të fason, po njëkohësisht bujqësia janë në kolaps total. Janë dy sektor që deri dje jetonin me eksporte dhe sot i mungojnë tregut ndërkombëtar, sepse rënja e vlerës së euros si rezultati i kriminalizimit të ekonomisë, i parave të pisa që janë duke hyrë në ekonominë shqiptare, ka pasur ndikim këto dy sektor, po ka ndikim në xhepin e qytetarëve. Shikoni, shumë e thjeshtë. Zhvlerësimi i euros bën të pamundur që produktet shqiptare të dalin jashtë, bën të pamundur që fermerët të kenë një të ardhur shtesë, bën të pamundur që biznesi fason të mbajnë 175.000 punonjësit në punë. Duhet t'i nxjerr ato dhe ti heq ato nga vendet e punës. Dhe ky ndikim që zhvlerësimi i euros ka në ekonominë shqiptare është duke sjellë pasoja katastrofike. Nuk ka asgjë që të rekuperoj atë dëm që sot po bën pastrimi i parave në ekonominë shqiptare. Ky është rreziku i vërtetë i ekonomisë.